Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Robert Qitozi është një profesor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, por përveç se mësimdhënies, ai në jetën dhe karrierën e vet ka pasur disa stacione shumë interesante si sportist, si një personazh madje edhe në media si moderator, dhe një personazh midis politikës edhe jetës akademike. Kam kënaqësinë ta kem sot Robert Qitozin dhe të zhvilloj me të një bisedë, jam i bindur do jetë një bisedë shumë dimensionale, shumë interesante për atë që ai ka bërë në jetë. Robert Qitozi, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Falenderoj dhe unë Landi, besoj është era dytë që unë kam nderin të jem në emisionet e tua. E prita me kënaqësi ftesën dhe besoj që do të jetë një bisedë, siç ju e thatë, një jetëshkrim i imi në të gjithë dimensionet të artit, të sportit, të politikës, por mbi të gjitha të akademizmit, ku jeta ime prej 37 vjetësh është dedikuar aty, po dhe jo vetëm. Jam i bindur që ata që po të shikojnë tani thonë, ku e kam parë këtë zë, këtë pamje, ku e kam parë këtë, po do ta zbulojmë pak më vonë. Si pyetje parë hyrëse, ju jeni profesor në Universitetin e Sporteve dhe një nga arsyet që kam ftuar sot është edhe rritja e ndërgjegjësimit të shumë njerëzve në shoqërinë shqiptare që të ushtrojnë me sport, të ushqejnë mirë dhe të mendojnë kështu të jetojnë sa më gjatë. Po që të jetojnë sa më gjatë duan të bëjnë një jetë cilësore. Sigurisht. E ka rritur Shqipëria, e ka rritur shoqëria jonë këtë? Nëse bëjmë krahasimin me studimet e fundit që ne kemi bërë me popullatën si Universiteti i Sporteve, kemi shumë për të bërë. Po them kampioni në Ballkan është Slovenia, Kroacia që kanë një përqindje shumë të lartë të aktivizmit. Slovenia në Ballkan. Patjetër. Çfarë indikatorësh kanë ata që krahasim me ne? Mbi 65% e popullatës plotson të gjithë rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë apo organizatave të shëndetit për nivelin e aktivitetit fizik për shëndet gjatë ditës dhe gjatë... Ata 65%? Diçka më shumë janë shifrat të cilët më mirë mos t'i themi. Po ne? Ata na thuaj një shifër. Hashti janë shifrat tek 25-30% që 25-30%. Ne si ndoshta nuk është thjesht mos dëshira e jonë, por ndoshta ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim, ka nevojë që ne faktorët, po themi akademik, të cilët promovojmë me profesionalizmin tonë aktivitetin fizik për shëndet, duhet bëjmë më shumë. Universiteti ynë po përpiqet të jetë prezent, ndoshta, po patjetër dhe ky emisioni juaj është një moment promovimi për aktivitetin fizik për shëndet. Sigurisht që do të ishte një diskutim i gjatë, jemi në epokën e digitalizimit të teknologjisë, ka shumë të mira pa diskutim teknologjia, por ka rritur tej mase jetën sedentare apo mungesën aktivitetit fizik. Dje kisha mësim në një universitet pasdite dhe po i shfaqja një video të eksodit të viteve marsit të 91-shit. Nga YouTube-i. Edhe po i thoja, miqtë e mi, sepse tema ishte shëndeti në shekullin e 21 dhe problematika kryesore është mbi pesha dhe obeziteti. Ky ishte leksioni. Dhe i thash, më gjeni një shqiptar në këto mira baballar tuajt ndoshta apo kushurin tuajt që janë në këtë anije dhe më gjeni një obez. Po sepse s'kishit për të ngrënë. I thash nuk është vetëm cilësia e ushqimit, por do hesnim, do shkonim punë vetëm këmbë, ke shokët do shkonim këmbë, ke shoqja do shkonim këmbë, nuk kishim ashensorin, bënim atë xhiron që vetëm ajo xhiro mbrëmjes mund të ishte një 12.000 apo 15.000 hapa, kur njerëzit sot shikojnë telefonin, e thot kam realizuar objektivin e ditës 6.000 hapa. Ne 6.000 hapa e kishim vetëm një vajtje deri ke korpusi universitetit. Pa jo jetë ishte më cilësore se sa tani? Unë nuk dua të them që jeta ishte më cilësore, por palivizshmëria dhe keq-ushqyerja, atëherë kishim mangësi në ushqim, por sot kemi gjithçka, pa është ky ushqim cilësor? Do të thënë 25% e shqiptarëve sot merren me aktivitet fizik. Diçka e tillë që unë besoj që të gjithë bashkë kemi misionin për të rritur ndërgjegjësimin, për të mundësuar që nga lindja deri në moshim, shqiptarët ta kuptojnë që cilësia e jetës nuk është një makinë e shtrenjtë, cilësia e jetës nuk është thjesht një apartament më i bukur në Tiranë,
Cilësia e jetës nuk është që të shkosh ke furri i bukës 100 metra larg dhe të bësh show nëpër rrugicat e lagjes se ti ke një makinë. Cilësia e jetës është ti gëzosh të gjithë benefitet financiare që mund të kesh krijuar në rrugë të ndershme dhe legale, por dhe të kesh një këmban alarmi. Ti duhet të ecësh, ti duhet të vizësh, ti duhet të bësh aktivitet fizik, ti duhet të dish që çdo vit mbas moshës 35-40 vjeç kemi një rënje natyrale, ne nuk mund ta shmangim dot plakjen, po ne mund ta parandalojmë, mund ta ngadalsojmë atë. Dhe të gjithë benefitet që ti ke krijuar me punën, me investimin, në arsimimin tënd dhe në gjithçka tjetër, ta shijosh pse jo, siç ju thatë në fillim, sa më gjatë, me një cilësi jete, të kënaqesh me niprit e tu, me fëmijët e tu, të shoh arritjet, të bësh dhe stërgjyshe mundësisht, dhe shpeshherë kur miq të mit e kanë kaluar këtë fazë, janë bërë gjysh disa nga kolegët e mi, i them ti je më i lumtur i botës, se mund kemi miq dhe shok që akoma s'janë martuar, që akoma s'janë bërë prind. Sa pa bën ti si profesor? Atëherë, unë dua që t'jem i saktë dhe i vërtet, sepse jam para syve të njerëzve çdo pasdite. Duke hequr aktivitetin gjatë punës, pra lëvizjet e mia do aq sa mund të jenë në universitet, unë kam një target, ose një objektiv, prej 2 vjetësh e gjys, kam bërë një transformim total të fizikut tim, kam humbur 35 kg për 2 vjet e gjys, sepse unë jap një nga lëndët bazë që unë jap në universitet, është dietologjia sportive, apo sport nutrition, siç njihet në rrethet akademike, dhe vendosa të bëj një ndryshim fort me veten, sepse kisha një problem, pata një problem shumë të madh me hernien diskale. Tash një pedagog i cili i jep dietologjinë sportive, ti duhet jesh ai modeli për atë që thua, duhet transformosh në radhë parë trupin tënd. Pa diskutim. Po si shkojë ti me 35 kg më shumë në auditor? Çfarë thosh studentëve? I thoja që në këtë moshë që un jam, 57-8 vjeç, metabolizmi bie, shkalla djegjes si shkojë plus 35 unë, jo tani e rregull ti. Të po them, i thoja, përpiqesha, edhe vesi gjithmonë përpiqet justifikohet. Ja unë fillova cigaren kur humba një pjesëtar të familjes, por pastaj humba punën dhe cigaria vazhdoi, dhe pastaj vazhdojnë ato humoret që gjëja më e lehtë në botë është lesh duhanin. Unë e kam lënë 2000 herë gjatë gjithë jetës. Do të thënë, radhë parë ti u ndërgjegjësove vetë, sepse pata një problem shumë të fortë me shëndetin, po të them isha gati për të zbrit me barel nga shtëpia që e motrës time në malin e Robit, aty shkojmë kur ata janë në Danimark, edhe thash, ky është momenti që ti, përpara vetes, përpara familjes tënde, sepse je edhe modeli për fëmijët e tu në radhë parë, dhe para studentëve tu, ti do të tregosh që ai mjeku turk që shkova bëra vizitën, fjala parë surgery. I thash, doktor, doktori, thash, po prit më herë. Ha, tha, çfarë do më thuash? Çfarë ke lexuar në Google? Pa ai nuk e dinte kush isha. Jo, i thash, unë nuk do të lexoj, nuk do të them çfarë kam lexuar në Google, por kam një jetë që lexoj, kam bërë me profesor ekscelent anatomin, fiziologjin, pse tha çfarë jeni? I thash, unë jam pedagog në një universitet. Atëherë i thash, a mundem do të unë të punoj me parimin e mekanikës, po themi, ato vertebrat që shtypen nga pesha dhe disku intervertebral del dhe prek nervin, a mundem do të unë tul peshën dhe si parimi makinës, kur ti vendos më shumë, shkatron amortizatorët, grushtat, drejtusit, krahët, po thash një proces shumë i gjatë dhe shumë i vështirë, po unë do t'ja filloj, thash, dhe do shihemi. Mas një viti, që unë kisha humbur gati 15 kg dhe rekomandohet 3 deri në 5 kg në muaj, ne shikojmë shpeshherë i dashur Land, unë s'dua të hedh poshtë kërkënd që lexon dhe përpiqet, por shpeshherë shikoj që në media, jo në median tuaj, por në media ftohen dhe njerëz të cilët nuk kanë absolutisht asnjë nivel shkollimi që të argumentojnë dhe japin këshilla që ti, ose sidomos online, që ti mund të humbësh 20 kg në muaj. Çfarë efektesh, çfarë problemesh, çfarë efektesh është 3 deri në 5 kg deri në 5 kg. Po, 3 deri në 5 kg në muaj maksimumi. E cila çelësi i art është aktivitet fizik dhe duke kontrolluar kaloritë që ti merr nëpërmjet ushqimit, pra të vesh në balans, nëse ti, dhe unë besoj që ju jeni në ekuilibër me peshën tuaj, nëse ajo që ti konsumon në ushqimin, pra kalorazhi që merr, është i barabartë me atë që ti djeg,
je ky land i freskët, i ri, i fort, që unë gjithmonë kalojnë vitet dhe të shikoj që pavarësisht se je në një punë që duket jo fizike dhe jo me intensitet, por më duket që ju mendoni për veten. Pra, për t'ju përgjigjer pyetjes, unë bëj 15.000 hapa minimalisht. 15.000. Po, të cilat i bëj 10 deri në 12.000. Kemi një bulevard të ri ke zona ku unë banoj, tek ish stacioni trenit. Unë jam pranë Fakultetit Shkencave të Natyrës. Atëherë bëj 2 vajtje deri në fund, vajtje ardhje, janë rreth 8.000 hapa. Pastaj vazhdoj shpeshherë takohemi bashkë, diku ke pjaca, kthehem ke rruga Minepeza dhe kur shkoj në shtëpi jam 10 deri 11.000 hapa. Pastaj në shtëpi, pa pistë vrapimi, pra dua t'jap dhe modelin që jo paraja të bën ty të ndryshosh stilin e jetesës. Tek dhoma ime, përpara pasqyrës, sepse ngaherë njeriu do të shohë dhe ndryshim, jo, filloj edhe vrapoj në vend. Bëj 2000, ndaloj, bëj pak stretching, hapje, lëvizje, bëj 2000 2 vjet me këtë ritëm. Kam që nga dhjetori i vitit 2024, nga dhjetori 2024. Dhe ndryshimi më thelbësor, që mos ta zhvendos në dietologji emisionin, është që një miku im, që unë nuk po përmend emra, po nëse ma lejon dhe mund ta them, sepse do ta përmend gjatë rrugës që kam punuar tek ai biznes, tek Bar Restorant London, një nga pronarët, Ylli Gramatiku, është një shembull jashtëzakonshëm se si një 70 vjeçar mbaron masterin e parë për dietologjinë në Universitetin e Bujqësor. Unë kam pas fatin tisha një nga ekspertët e jashtëm për ta miratuar këtë program, i caktuar nga Ministria e Arsimit, dhe Ylli shpeshherë del në media dhe çfarë thot e ka bërë në trupin e tij. Pra ai nuk lëshon receta për të tjerët, po tregon transformimin dhe ndryshimin modelin e tij. Dhe ai thonte që një jetë e shëndetshme është që të kthehemi në origjinën e të parëve. Pra të ham asgjë nga industria, çfarë prodhon industria, pra asgjë nga produktet që krijon industria. Jetën e parëve kështu neandertalë. Pra fruta dhe perime. Pra fruta dhe perime. Jo mish, jo vezë, jo peshk, jo pasta, jo alkool. Do të hambar. Jo bar. Fruta, pse? Po të hash mango, nuk është bar. Është 8.000 lekilja. Po të hash fruta egzotike, janë nga 10-15.000 lekilja. Dje unë bleva 1 kile, edhe gati debat në shtëpi çfarë ke bërë, i thash i solla fëmijëve qershi, o zonja ime. Po sa ishin 9.000, o ishin 7.500, kishin ra pak. Pra, ky bari 1 kilogram ishte dje. Ishte 7.500. Dje, po ishte e ulur dhe mbaroi arka për 2 orë, që do thot, ne që qahemi çdo ditë që skemi, sapo unë biles duhet i thoja të... Qershin duhet pasur kujdes se një presidenti i Amerikës ka vdekur me overdozë qershiet, je di këtë. Tash ti më lejo të drejtohem me ti si mik, ti më the të ham bar, unë nuk po them bar. Unë po them fruta dhe perime dhe mos marrim ato konservantët, ato të gjitha kimikatet që vendosen në ushqime, patatina po themi, që shpesh po fëmijët tan përpara një fruti të sezonit, dhe rekomandohet frutat e sezonit, jo rrushin në janar, por kur e ka periudhën gustator, po them, do të marri patatinën. Ti e blekët, shko ble diçka, qa ke qef, dhe ai do të vi me patatin, barbecue, apo me patatin me diçka, dhe po të lexosh atë label që quhet apo etiketën, fillon. Ka natrium, ka këtë, ka yndyrna të ngopura, ka E322, E255 konservant, që të cilët shpeshherë vendosen për të bërë të varur ty nga ushqim. Për të bërë të varur? Po, një lloj, si të krijon varësi. Okej, kemi disa fotografi që ta përzim bisedën. Dy... Qa pa dhe? Okej, më le pak mundësi të merë me frym. Të janë prindrit? Të janë prindrit. Si quhen prindrit? Po nis nga nëna, të dy nga Kruja. Të dy nga Kruja. Të dy lindur në Kruj, por jetuar gjatë në Tiranë. Nëna të dy kanë ndruar jetë, nëna në vitin 2000, 57 vjeç. Shumë era. Kur mendoj vetë që kam kaluar 6 jetën në 14 prill, mendoj sa i re ka qenë. Babaj, Gjeradin Qitozi, inxhinier minjera, një nga
krijuesit e minjerës mëzezit, që në hapje, drejtor minjere, krye-inxhinier, shefi sigurimit teknik, një burr është shumë kërkues, me ne 2 fëmijë, mua dhe motrën, që sot prej 34 vjetësh më mungon dhe ajo, është drejtoresh inxhinierike në një kompani Geo, quhet, në Kopenhagen. Shpeshherë bënte humor dhe më thonte, ne ishim një vit e gjys diferencë, po në shkollë ishim një vit. Pra nëse i me motër ishte në klasë 2, unë ishte në klasë parë. Dhe më thonte, të dy keni dalë gjitha 10, po 10 e ditës, lindita quhet motra, janë më të mëdhaja. Edhe ndjesha. Po pse? Po sepse shikonte që unë merra 10 duke qenë dhe në shkollë dhe në sport. Motra ishte duke mësuar gjithë ditën, por ishte ke shkencat eksakte. Edhe një krenari, një model i jetës time për të ndjekur. Një çift që u deshën fort me mënyrën e tyre, që kanë kaluar shumë sakrifica, sepse mamaja ka qenë shpeshherë shumë e smur, edhe një nga pengjet e jetës time, jam kthyer prej shëndetit saj nga Gjermania, por nga pengjet ishte që nuk më pat martuar me fëmijë. Të kuptoj shumë mirë. Ndërsa babai jetoi me familjen time edhe 10 vjet të tjera mas nënës, pra i ndroi jetë në vitin 2010 dhe të dy kanë qenë dhe janë elementet fuqishme, krenarie, modelesh për të ndjekur, por si çdo djalë, marrëdhënia ka qenë më të zonjë, që për mua është nga gratë më të bukura në botë, si nëna juaj për ju, dhe gjithmonë i them studentëve një fjalë, kur diskutohet për prindërit. E kam lexuar në anglisht, mos e merrni si postulat që po e them unë, por Zoti nuk mund të rrinte në çdo moment në tokë dhe për këtë arsye i krijoi nënat. Një nga ato ishte. I kuptoj shumë mirë edhe lotët e tu. Foto tjetër. Nga gjitha fotot fëmiu unë zgjodha këtë. Ja, më thonin gjithmonë ta ka lëpir Viçi, bullizohesh ai vogël. Të bullizoni, në? Po, ja me ato kreshtën aty. Ajo është identitet. Ai është identitet. E kam nga babi, besoj atë. Po çun bukurosh edhe i interit që fëmijë? Nuk dua ta them që fëmijë, po dua të them nga shkolla e mesme. Po pse? Kishte arsye apo një shok i ngushtë i imi si vlla ishte me Interin, futbollist. Edhe fillova dhe unë të shkoja mbas tij, ne kishim edhe shok që ishim me Liverpoolin, që se kisha dëgjuar ndonjëherë në kohën para 90-s, ç'është Liverpooli. Po se s'para kishim. Po se vitet 80 pikërisht mbi zotruan. Eksakt. Edhe s'kishim informacionin e plot, kështu që sigurisht që e kam bërë unë të bluzën. Duket e. Ashtu, pa diskutim, sepse nuk mund them kam pas një golf në vitin, këtu i bie të jem 6 vjeç, në vitin 72. Por kush kishte bërë golfin do futej në burg. I lumtur që jemi kampion të Serie A. Thuhet jeni kampion se janë të ato tjerat janë 0 fare me Milan e me Napoli e me Juve e me po marr dhe një kusur. Keni marr kot tani. Po marr dhe një negativitet në thojza, që nëse do të pyesësh, ke probleme me zemrën, pyetja e dytë është mos jeni gjë interist. Pra Interi ka ca amplituda, ca sinusoida kaq forta, po si duket kjo na bën që ta duam shumë. Ka uljet e ngritjet e veta. Po ti që ke bërë tifoz në vitet 80, që Seria A ishte kampionati më i mirë në botë, edhe çdo skuadër, edhe ato skuadra edhe ne nga fundi kishin tre futbollistë të kombëtarës Brazilit, për shembull. Pa diskutim. Apo Interi 3 gigant të kombëtarës gjermane. Mateus, Bremen dhe Klinsmann. Tre gigant. Yjet e futbollit botror dhe i kishte Interi dhe prapë dilte kampion, dilte Milani se kishte 3 holandezët, për shembull, po them. Po, shiko, nëse edhe tifozllëku quhet një nga llojet e dashurisë, ti e do gjën me gjithë ulengritjet e veta, unë nuk jam betuar në kish që në të mirë, në të keq, në fitore apo në humbje, unë do t'jem me ty. Po me Interin e ke pasur në zemër, a? E kam pas dhe vazhdoj ta kem, edhe kam jetu me emocion të jashtëzakonshëm. Sportist kam qenë me Partizanin. Do të pyes po me ke tifoz në futboll? Të them tashti mos më marrin për ters sportistët apo dashamirësit e Partizanit, po me Tiranë. Me Tiranë. Po, nga Kruja vjen me Tiranë. Po tashti
Kur ty me Kastriotin do t'jenë. Tani, ajo që mua mbie në sy është të gjitha 10-tat. Do të thënë, kjo është shkolla e mesme. Kjo është shkolla e mesme teknologjike, specialiteti teknologji kimike. Berti, si ke nxjerrë 30-ta tani dhe unë kam qenë nxënës i mirë, po 30-ta këtu ka një problem. Po, ka një problem. Ka një problem tani, s'mund të nxjerrësh 30-ta, ka diçka. Ka një problem që prap student më kanë pyetur, atëherë nuk e shkuar në kinema, nuk e shkuar në teatr, nuk e shkuar, nuk e pasur shoqe apo mikesh, nuk e shkuar në sport. I thash jo, këto nota kanë dalë, përmenda në fillim konsekuencën dhe atë këmbguljen e babait për një arsye, jo për dalë me 10 talent. Por, me qënë se ne kishim një problem biografik, babai thonte unë dal mëngjes dhe kthehem në fund javës nga minjera. Me ato problemet, shëmbjet, avarit, etj. Nuk kam mik tjetër veç minatorëve në jetë. Atëherë, miku i më i ngushtë që do t'ju hapi portat është mësimi dhe notat që ju do nxjerrni. Pra na kishte krijuar një ndërgjegjësim, por sidomos u ndiqja ti me motor. Në këtë kohë që unë isha në shkollën teknologjike, ajo ishte një nga nxënësit ekselente të gjimnazit Ismail Qemali. Dhe punonim fort, ajo ka qenë mësusja ime pa pagesë. Tani, këtu për provimin e lirim, ç'është ajo? Njohuri të marksizëm-leninizmit, teknologji kimike. E leninizëm ti ke marrë marksizëm 10? Po pse mos ta merr 10? Ke marrë mësoj me vërtet mirë? Po sepse ajo nota, shumë shok, kolegë të mitë, i ka penalizuar që nëse do t'ishte poshtë 8-s, ti nuk merre shkollën e lartë, sikur ti kishe të gjitha 10-ta. Se kështu ishte? Po, kështu ishte. Nëse është 7, ti penalizoheshe për shkollën e lartë. Ti nuk kishe formimin e dur. Nuk e dia këtë. Dhe nëse qofse ishte 7, të gjitha ato le të ishin 10, ty nuk të ditë shkolla. Një nga drejtuesit e universitetit tim, një natyrë rebele, po e them rektori e ke investuar, ka pas këtë problem, intervistuar dhe është detyruar të bëj një vit tjetër në një shkollë pa shkëputje nga puna. Rektori tani? Të bëj edhe vit në pa. Natyrë rebele, diçka ka bërë që nuk ja ka nxjerrë, dhe që ka përmirësuar vetëm atë notë për të qenë një nga profesorët më ekselent kur unë kam qenë student dhe sot drejtuesi i institucionit tim. Dhe do të thotë, midis sportit dhe shkollës, midis një babai që kërkonte shumë fort, nuk po të them që do kisha një problem nëse do dilja ndryshe, por që kërkonte. Po si ja bëhet ishe dhe sportistë edhe me 30-ta? Me pak orë gjumi, me shumë punë, me natyrën time që... Se ishe dhe shtuna mësim atëre, nuk ishe në ishte dhe shtuna mësim dhe vetëm e djela. Ishte shtuna mbas dite, pushimi jonë dhe e djela. Po pra, se sot fillojnë prenden, harrojnë, të janë shumë. Dhe duhet them që ka qenë një shkollë jashtëzakonshme dhe një nga gjërat kryesore që duhet përmend është që ka qenë një shkollë që ka pas rreth 30 laboratore. Ne kemi pas brezi fundit i mësuesve që kishin mbaruar në Poloni, në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe. Në lindje. Excelent, unë i quaj pedagog, jo mësues, jo se mësues, është një titull jashtëzakonisht i nderuar, zonja ime është mësuese tek Gjimnazi Petronini, por kujtoj me nostalgji të gjitha të plejad mësuesish. Drejtori i shkollës Hektor Vebiu. Një burr i jashtëzakonshëm. Kjo është foto e diplomës. Ishte diplomës. Po ta shikosh me vëmendje, është fotoja. Ore ndryshon shumë ti. Pse? Sa vjeç këtu 18 vjeç? 18 vjeç. Hundën e kam të thyer aty, siç e kam edhe për Ballteje. Po sepse edhe ne jemi zonë në herë. Në mundje, në sport? Në sport. Do nduke u përpjekur me i bërë një hedhje në rrëmjet gjoksit, populli e quan. Kam hëngër goditjen pa dashje, me kokë. Kocka nazale, e thyer uajta dhe prindëri i thash më kanë picku grencat. Po pse ke një? Po që të them ku dëgjon? Sepse po të thyej hundën, të thynte edhe herë hundën prindi. Të më falin të dy se janë lart në qiell, po nuk dua ta e thash për humor. Por pse u rrëzove, të rrifte pse u rrëzove. Nuk them prindin. Po përgjithsisht kjo kultura e 68 jam dhe unë dhe kjo. Do të mos e diskutoj. Kështu që është foto 18 vjeç që ëndroja që të isha mjek. Mjek, ë? Po.
por nuk ma ofronte mundësinë shkolla teknologjike, sepse konsideroj shkollë profesionale. Po ëndrrën e kisha aty dhe do fokusohesha kimi, mersologji në këtë drejtim. Por çfarë kam kuptuar? Që tek brezi im që ne takohemi edhe mbas 42 vjetësh, 84 kam mbaruar shkollën e mesme, që ne takohemi çdo vit pothuajse, jemi rreth nga 33, jemi rreth 25-26 që takohemi, shikoj që disa prej tyre kanë bërë përjashtim nga ky rregull. Nuk po dua të vazhdojmë. Tani, kjo është lëvizja dhjetor 1990 studentëve. Ajo që më ka bërë mua përshtypje është qyteti studenti dhe vetëm Universiteti i Tiranës. Tani, na thuaj, lutem, zoti Çitozi, që nuk ishte vetëm Universiteti i Tiranës ai që u impenjua me lëvizjen nëntor 90, sepse ka një perceptim që vetëm Universiteti i Tiranës. Ti ishe student në Universitetin e Sporteve që quhet sot, në atë kohë Instituti i lartë i kulturës fizike Vojkushi. Kishe dhe shkolla të tjera të larta, Instituti Bujësor i Kamzës, institutet të tjera edhe në përtër Shqipërinë, shkolla, madje edhe të mesme, Instituti i Artëve, po edhe shkollat mesme dhe pak flitet për këtë. Tani, cili ishte roli i Institutit të lartë të sportet të Vojkushi në këtë lëvizje? Atëherë, ne kemi qenë një numër jo i madh pedagogësh të rinj. Foto tjetër që të na shpjegoj sepse besoj duhet të jetë ai takimi. Një numër pedagogësh të rinj, të cilët e përqafuam lëvizjen sapo ajo filloi, i bëm thirrje studentëve që të na ndiqnin. Sa ishe mëruar? Unë në 89-ën kam filluar punë direkt nga student. Pra kam mbaruar... Se 68 që duhet ta kishe mbaruar të mesmen 86? 66. A 66 që ajo 68? Unë jam në datëlindja 66. 14 prill 66, i kam bërë 60 në 14 prill. Dhe diskutuam, u mblodhëm ke salla e Mencës, atëherë kanë qenë në total rreth 400 student në Institutin e Lartë Kulturës Fizike Vojkushi. Sa u mblodhën aty? Se edhe në gjithë bëse? Tashti nuk mund të ishte gjithë, sepse tirancët jetonin në shtëpiat e tyre. Kryesisht mblodhëm konviktin, dhe pastaj me pjesën tjetër studentëve që jetonin në Tiranë, ose ishin në rrethinat e Tiranës dhe në Tiranë, kishin folur gjatë ditës. Unë besoj që tashti nuk duhet të zmadhoj, po mbi 80% rreth 300 studentë jemi rreshtuar një kolonë. Unë, bashkë me kolegun tim sot, profesor Ferdinand Marën, dhe me besoj dhe një koleg tjetër, jemi nisur drejt qytetit studentit. E kujtoj që... Në cilën datë? 10? Mos ta... 8 dhjetor? 8 dhjetor? Besoj 8 dhjetor. Di që në pjesën Sangjitesh tek konviktet, kishte plot njerëz dhe Indjeri, Azem Hajdari, ishte me një megafon në dorë dhe dikush i tha që na u bashkua edhe instituti, akoma s'kishte ardhur bujësori. Do të thënë ju keni shkuar përpara bujësorit. Po, pa diskutim. Tani, lutem, thuaj ca emra kështu që do të shquash kush erdhi nga ju në instituti i kaluat në qytetin studenti. Nga pedagogët. Po jo, edhe student. Studentët, po themi çfarë njihet. Po jo, pedagogët njërë. Ferdinand Mara dhe besoj dhe të tjerë. Po këtë ditë që po them unë, kemi qenë ne të dy. Besoj na kanë mbështetur dhe të tjerë, pas du të them që kemi qenë vetëm ne të dy. Nga studentët kam pas Shaka Hoxhën, Dritanin. Dritan Shaka Hoxha. Ka qenë Indjeri, ne i themi shkurt Peçgemi, që ka qenë edhe ke takimi me i studentëve me Ramizalin. Ka qenë mos gaboj Alban Sherri, punon ka një agjensi të vetën doganore. Ka qenë mos gaboj Klod Delialisi, djali një nga pedagogët, një nga profesorët tonë të nderuarit, profesor Mirush Delialisit. Në shtem kanë kaluar shumë vite. Dhe në takim me Ramizalin ishin dhe 2 përfaqësues nga instituti. Dritan Shaka Hoxha dhe Peçgemi, i themi ne. Po pse Dritan Shaka Hoxha? Natyrë shumë aktive, i zjarrt, siç është edhe ose siç ka qenë edhe në komend. Po, unë tanit i kam dhënë mësim, e kam mik. Si ishte me mësime? Jashtëzakonisht i mirë, sepse rrënjët i kishte shumë mira. E mendoj kështu do bësh një ditë komentator. Jo, nuk e mendoja, po Dritani të më korrigjoj kur të atakoj, por besoj që një ndikim shumë të madh për sjelljen e Dritanit apo Tanit në RTS-n asaj kohe, ka qenë mos gaboj komentatori që po ka mbaruar tek ne Lirim Zalla.
Lirimi Dhe lirimi ka dhënë, si më thënë, mundësinë e parë, pastaj tani ka ecur vetë. Pastaj unë jam takuar me tani. Mundësia e parë është shumë e rëndësishme, pastaj nëse si e vet. Ka një shprehje që thotë këngëtar si, po them, apo këngëtare si Whitney Houston apo Tina Turner mund ndjesh rrugët New Yorkut, po duhet një njeri për të thënë, hajde pak ke shtëpia ime diskografike, të provojmë zërin dhe të bëj star. Tani jam shumë dakord që mund ndjesh Whitney Houston. Tashti e vazhdisht. Whitney Houston nese. Dhe ky ishte kontributi, a pati në një kundërshtje, pati në një rrëmuj në një gjë? Ka pas disa që, kur diskutonim pse do shkojmë, kishte, sepse konsideroj si lëvizje reakcionare, na kanë thirrë edhe në Komitet Rinis atëherë, etj. Por, do më thënë, e pam që, sidomos ky brezi i ri, kjo plejada e re pedagogëve, që nga profesor Agroni që po them, dhe të gjithë të tjerët, sidomos pjesa re, po kemi pas edhe profesor, atëherë na dukeshin mosh, që kanë qenë shumë më të ri se unë sot, profesor Izvanollin, ish rektor, profesor Fatmir Dibrën, ish rektor, profesor i kushuri dytë i imi, profesor Gazmend Goci, babai i këngëtarit, Altinit, jemi kushuri të dytë. Po nga kruja Altini, pse ke kushuri Altinit? Kjo treshe ishin dhe këngëtari jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm me rit folkun që na rindezi shpirtrat. Ajo rit folku në ato ndryshime të atyre viteve. Kështu që nuk kanë qenë pak njerëz, po kjo treshe e këtyre profesorëve ishin ajo zyra, ajo katedra që na inspironin, edhe nëse vetë nuk morën flamurin, po ne na thanë, vazhdoni, sepse jeni në rrugë të drejtë, dhe erdhi ndryshimi deri në shkurt, mos gaboj 18-20 shkurt rrëzimi i shtatorës. Po, shtatorës dhe greva e uris. Foto tjetër, se do të them për grevën e uris, foto tjetër. Tani, ky ishte ekipi mundjes, një ekip mundje të asaj kohe. Këtu duhet të jetë Fidel Ylli, mos gaboj. Ky ishte ekipi i Tiranës. Ti ke qenë me Partizanin? Unë kam qenë me Partizanin, po Fideli ka qenë mundje klasike, ndërsa unë kam qenë stili lir ose freestyle. Pse zgjodhe mundje? Sepse aty ku unë banoj, në shkallën tjetër, ishte një trajner mundje, mos gaboj me shkurtime quaj, Rem Leka, që kishte qenë mundës me studentin, pastaj ishte trajner dhe i ditëm shef mu. Ti djalë me 30 vetëm sport e mundjes. Po më pa duke bërë një kështu, një shert vogël. Vajtë me mua. Ran toka i që e kam po komshi, po i bërë një. Edhe a i më thamu ti e tha për mundje, tha. Edhe shkova atje ke studenti, nuk e di, s'më pëlqeu ambienti, edhe pastaj mirë tha, hajde shkojmë mirë ke Partizani. Krye Partizani ka qenë me infrastrukturë të jashtëzakonshme. Po miri. Edhe sidomos palestra lart në katë të dytë, ke pamja ballore që s'është më, ka qenë palestra e mundjes, ku aty ka marrë emocionin e parë nga i madhi mundsi kampion, po dhe trajneri kampion Abedin Lame, i cili kur më pani ndeshje kontrolli, unë dëgjova, a i s'më vërteton do të sot, po unë ja kam thënë, unë dëgjova që a i tha trajnerit tim. Pra, po bënim ne të të lirës, ke palestra e të mëdhejve, e gjigantëve, Piro Kokolari. Dhe çfarë tha? Tha, ky do bëhet një kampion i madh, vetëm nëse nuk do vendosi shkollën para sportit. Po, këta i si ka qenë Fidel Ylli? Nga mundësit më elegant, i kuruar që në atë kohë, me kostumin më të bukur, kostumet duken si identike, por me kostumin më të bukur, me ca çorape të bardha pak më të gjata se të zakonshmet, dhe një talent me elegancën e tij, me finesën, por përdorte më shumë trurin se forcën, dhe jo rastësisht është një nga personalitetet e sportit, drejtuesi i Komitetit Olimpik. Ne si institucion kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me Fidelin, unë e konsideroj mik, sepse kemi fillu misin tonë që në vitet 90. Qartë. Dhe më përpara. Gjimnastika e mëngjesit. Një pyetje kam unë. Po. Ishte gjë e mirë kjo gjimnastika e mëngjesit atëherë? Shiko, do qendër pune. Landi dukej si vinte një diçka si koncept apo si element i diktaturës, që njerëzit detyroheshin, që njerëzit merresin me forcë para se të hynin, po themi, në auditore, nëse ky është një universitet, nuk jam i sigurt. Një qendër pune, një institucion. Një profesor, mos gabofsha, jeton edhe sot, një nga ato që bënte gjimnastikën e mëngjesit, besoj që është
profesori që e kam shumë për zemër, që më ka dhënë gjimnastikën Shkëlqim Kuqa, është vjerri i Gjordit Fejzës, vajza e tij balerin me akademi dance në Itali. Dhe ai jepte nga radio që dëgjohej, sepse këtu nuk, se këtu nuk ishte një njerëz që drejtonte. Pra në atë orë vendosej dhe do thënë ai në radio, dhe njerëzit vazhdonin bënin. Dhe aty ishin qëndëzëri. Zgjoheshin pra. Po. Tani një gjë nuk kuptojnë. Tani këta bëjnë shurë ujë ndjes, shoni direkt zyrë. Këtë nuk di ç'të them. Si ti do ta thuash? Si, shkoni direkt zyrë. Tash ndoshta intensiteti i ushtrimeve nuk ishte aq i lartë sa të djersiteshin, po ti e di atë humorin e viteve 91-92, që ai shkoi në Amerikë, e çuan në hotel ato miqtë vet, edhe kur pa Vaskën atje tha do isha latha po t'ishte ditë shtunë. Po ishte ditë e martë kur ai shkoi në hotel, mos tha. Po t'ishte shtunë do lash. Do ta nuk lash. Tash unë nuk them sepse unë mendoj që këta janë mësues, janë pedagog, një nga ata kam qenë dhe unë, se në këtë kohë kam qenë 25. Po nuk lashin. Po tash ti ku të laj? Do laj në orë të punës. Tash ti nëse partia kishte vlerë kjo pse? Ndoshta për ndërgjegjësim, por kur bëhej për ditë, pastaj ishte një element diktature. Diktature? Besoj që unë kështu e përcej. Njerëzit duhet të jenë të lirë në atë që bëjnë. Edhe këtu duhet përmend kjo është Spartakiadat. Një nga Spartakiadat. Ishin të mira Spartakiadat? Zoti Çitozi? Unë mendoj që në koncepti im, masiviteti shpeshherë ose kur ti pretendon numra, kur teprohet, e para punës je bëj me detyrim. Do më thonë që ne do shkonim stadiume, do merrnim ato bloqet, do bënim etj. Sa herë kam qenë ato bloqet? Pa diskutim, unë kam qenë diku o KS-ja o KH-ja, në njërën nga, po di që kam qenë diku afër qendrës, dhe ishin politikat e kohës për të bërë show-n e sistemit, për të treguar ndoshta thjesht për një lloj disipline. Kaq. Po që prapi shkonte, aty ishte rrum pallë, prapi shkonte për shtat sistemit, diktaturës, por di që jashtë detyrimeve të kohës, di që këto vepra, po t'i quaj, jashtë kontekstit të kohës kur ka ndodhur, të arrish të krijosh atë figurë atje, pavarësisht se çfarë do të tregoj, apo këtu gjithmonë gati. Këtë gjitha këto ushtrime dhe ato mozaik me bloqe bëheshin nga një çift, profesor Petrit Qëndro dhe Ana Qëndro, një çift që në mos gaboj, sepse Eltonin djalin e tyre unë kam pas shok kursi në ILKF-ve Jokushi. Të bëshin të artistike me gjeni, lyeshin me... Po. Dhe i lyenin me... Por, unë mendoj që ata ishin detyruar të punonin nga 20 orë në ditë për t'i bërë këtë gjëra, sepse babai i të nderuarit profesor Petritit, ka qenë, mos gaboj, ma kujton nga lufta nacional shqiptare me mbiemër Qëndro, një nga ato që grupi zjarrit që e godiste Enver Hoxha, e quante si grup armik. Edhe mua s'po më vjen, por ata ishin detyruar, pra, pavarësisht se kishin... I bëni të migjenit, artistike migjenit. Po, por ata ishin detyruar të punonin nga 20 orë për të mos qenë internuar, po. Do t'ja shpjegojmë dhe këtij brezit të ri që secili aty ata janë gjithë mbushur të ulur, do të 20 ishte ulur komplet. Një nga ata ishte ti dhe unë, që momentin që mbi... Jo, bloqet ishin të pikturuar në mënyrë të tillë që kur hapesh... Ai të thonte njëshi atje lart. Ke tribuna në terracën e tribunës përballë, ai të thonte njëshin, dhe ti duhet ishe shumë i kujdesshëm, këtu ishin numrat, siç ti vendoske libri, dhe ti hapje njëshin dhe brenda 1 sekonde shfaqe. Por kërkonte harmonizim, kërkonte sinkronizim, sepse ishte... U dënua njëri, më kujtohet njëri ma tregonin, që i binde kokë Enver Hoxhës, atje i se kisha hapur... Këtë se kam dëgjuar, po mund t'jenë dhe i qikë si legjenda, po mund t'jetë vërtet. Foto tjetër. Mund t'jetë vërtet, Lëndi. Tani, kjo është ajo mbledhja. Kjo është takimi... Shikoj këtu mirë se aty këtu ka një rezolucion më të mirë. Ky ishte takimi i Raviz Alis, po ta quajmë. Me studentët. Këtu ishte Dritan Shako Hoxha. Këtu ka qenë Dritan Shako Hoxha, edhe Peçgemi. Ore, se morri fjalën Dritan Shako Hoxha, ai shpërthen. Ai duhet ta kishte marrë fjalën. Ndoshta aty e morën kryesisht fjalën mos gaboj Arben Imami dhe Majdari, po jo ka folur. Në qoftë se Shako Hoxha do merrte fjalën aty do thoshte mbani frymën njerëz,
Jemi në takim këtu me Ramiz Alin. Po mirë, unë dua, me qenë se po e bëjmë kështu, këtë bashkëbisedim, unë mund të përmend edhe profesor Ismet Bellovën, që kur shkonte po themi të blente një paketë cigare, thonte Partizani 1, e Shkrepse 2. Një mik i madh i babait tim dhe një profesor nga më të nderuarit e komentit brillant, i veçantë që gjithë jetën. Foto tjetër. Doja të thoj edhe diçka këtu, Tu po thua. Me ish ministrin e arsimit të kohës, ndoshta do flasim në vazhdim. Jo, më thuaj. Profesor Gjinushi kishte zonjën e tij pedagoge që mua më ka dhënë anatomin në institut. Po. Dhe në momentin që si quhet bashkëtorja? Meri Gjinushi, një mjeke e mrekullueshme, por një grua më e hapur dhe pedagoge. Po, dhe jepte anatomin. Dhe në momentin që më pyet homër koleg ç'a po bëhet, ishin ato sa kisha dhënë provimin e fundit, edhe i them, profesoresh, më duket nuk do bëhet. Pse tha? Po i thash, dikush ka sjell një letër anonime këtu, që një xhaxha im ka bërë burg për tentativë ratisje. Letër anonime? Po. Edhe ai personi ka thënë babit 2 vjet para se të ndroj babi. Jetë. Gjeradin e kam bërë unë këtë, më fal. Në Krye ishte? Jo, aty në lagjeton. Një nga ata që ushqenin pa aftësinë dhe ignorancën me lek. Fuksët. Po. Edhe pse motra ime ishte mbajtur pedagoge në vitin 88. Bëri letra anonime. Dhe u kriju i çik tension, sepse ishte mbajt motra ke profesoresh, ke departamenti i profesoresh Lulieta Bozës. Po e vuaja, po ajo më tha, po shko tha tako, shko tako tha ministrin. Jo, nuk tha profesorin, ministrin, as burrin. Nuk tha burrin, jo, ministrin tha shumë profesoresh, s'është e lehtë ta kapërcesh atë derë. Tha, do ta kapërcesh atë derë se unë besoj që ti ke të drejtë dhe plus pastaj që ai është dhe bashorti. Dhe unë do t'ja them. Të nesërme apo pas nesërme, ti jem korrekt, nuk e mbaj mend eksakt, më ka dalë një zotëri në orën 10 apo 11, më ka thirrë 3 fjalë, më ka thënë. Me çfarë mesatare ke mbaruar shkollën e mesme? Kaq. Po ç'deshe ke Universiteti i Sporteve? Po i thash, më doli një degë që nuk e doja. Me sa e ke mbaruar? Me vetëm një 9, i thash. Të lartën, po ta quajmë e rrumullakosur është 10. Babai, i thash, ka dalë 50 vjeç në pension, inxhinier minjere, 50 vjeç në pension. Babi lujti menç, thonte të shkoj të rri në radh, përmendet sa pensionist nga 80-90 vjeç, të rri tash në radh për pension, ku s'më dhe asgjë kur ka mundësi të jap edhe 20 vjet, dhe më tha dorën, edhe më tha, ti do t'i jesh pedagog, ne nuk do bëjmë luftë klasash me studentët tanë më të mirë. Bravo, profesor Gjinushi. Unë i them faleminderit gjithë jetës. Ja kam thënë sepse sapo u ktheva nga Gjermania në takimin e parë me të, më bëri ftesën dhe a e ndjeva si një obligim për t'i kthyer nderin. Apo socialdemokracia gjermane e Willy Brandtit kishte dhënë një ndikim te unë, këtë nuk e di, por di që jashtë çdo po themi komenti politik të asaj audience që po më dëgjon, di që ai zotëri më ka hapur rrugën dhe unë besoj që e meritoja. Bravo. Foto tjetër. Këtu jemi te grevurisë. Ishe dhe në grevuri ti? Kam qenë në grevurie, por prap për të qenë i vërtet, Landi, nuk është se kam hyrë. U hap dera dhe unë hyra i pari. Kam qenë mbështetës, kam qenë bashkë me student. Sa ditë në grevuri? Po jo sa ditë në jetë, që vazhdoj. 2 ditë. Hëngër buk? Të them ca biskota të vogla, që i gjetëm në katë parë. Ishe grevurie, si e ngrëti? Po më tash i grevurie, ne ishim aq të monshur që mos vdisnim. Jo, unë nuk duaj që ti të vdisje, po kur hyrë në grevurie, po tash mos kisha marrë gjë me vete. Po kur gjetëm në një biskot vogël, diçka, në një kurabie, nga ato ingranazhet që të binte si plumb, besoj që jo. Nuk ka. Tani, ma shpjegoj çika të parrullën atje. Kush e shkruaj ti? E para dhe Enver Baras me Hitler plus Stalin plus Al Capone plus Pol Pot. Kjo është perl. Sinqerisht unë po e lexoj për herë të parë. Uroj që mos të jetë modifikuar si foto. Jo, s'është për. Jo nga ju. Nga burri i kush. Jo, po ka qenë aty, Sinqerisht nuk e kam. Enver Baras me Hitler plus Stalin plus Al Capone plus Pol Pot. Dhe plus vazhdon. Po tash Al Caponea është i çik në stonon aty, se janë gjithë diktatorët, mos gaboj Pol Poti i Kambodžës. Po çfarë lidhje ka Al Capone? Po si duket droga do bënte namin apo paligjshmëria në këtë vend. Do e kishin Al Caponen, kjo gjenerata e re që vinte
për të jetuar demokracinë, mendonte që edhe ky Al Caponia do të kishte një vend në jetën tonë. Por për të thënë që kam qenë në mbështetje kur ka dalë njëri nga studentët, tash mos gaboj, po njëri nga ata të pestë, Afrim Krasniqi, politologu, e ka bërë komplet listën e pjesëtarëve të grevës suris, pedagogë, student, dhe njëri nga studentët mi më ka thënë, o profesor, po hajde o burr njëri brenda, tha se vetëm ne jemi pa pedagog. Në atë moment kam qenë vetëm me një grup studentësh, atëherë dikush. Ti je futur i pari i vetmi si pedagog? Jo, unë s'kam hyrë i pari kur hyn, po si pedagog kam qenë i vetmi nga ILKFV-ja kushi. E kuptoj. Por thash nuk hyra sa u hap dera, por më bën thirrje dhe mas disa orësh dikush më hapi derën se nuk lejohej më dera, kam hyrë, kemi jetuar emocione të jashtëzakonshme. Kishte tension brenda, hapeshin fjalë do ndërhyj tani sigurimi, do ndërhyj pastaj, por realisht nuk ndodhi. Ishe përgati që përleshësha? Tash të përleshësha. Unë di që kur është tërheq gjysma e bustit, është tërheq me litar, me kavo për t'u nxjerr, jo për t'u hyp, për t'u fut lart në katin e dytë të sallës grevësurisë, po ishte e pamundur. Ata të fuqishmit e një nga ata dhe unë e harroj një mundës të Tiranës. Për gjithë ata që përna ndjek, një sekond. Po. Shtatorja u hoq në sheshën së dhe erdhi. U thy koka, u tërhoj zvar, po u kput koka, pjesa e bustit. Po. Siç vendoset një bust dhe u tentun tashti studentët. Këtë bust ta fusnin brenda dhe nuk e di ç'do bënin mbi të. Po, ç'a do bënin? Po ku ti gjën? Po dhe nuk e futën dot. Jo, nuk kthehej dot, nuk hynte dot, ishte peshë shumë e madhe dhe pastaj elçuan. Elçuan, domethënë që mund të ishte busin. Besoj ka shkuar ke ajo qendra që prodhonte monumentet. Diku afër pallatit në Shigjeta ka qenë besoj një. Okej. Foto tjetër. Ju pasaj ikët në Bukuresht? Po pse në Bukuresht? Gjithë iknin në Perëndim, ti ikën në Lindje. Po si ta merr vizën në maj ose prill të 91-shit? Ti gjithë ikni të? Unë nuk e doja për t'ikur, sepse para punës isha një djali vetëm, me 2 prindër kur thash nëna ka pas probleme me shnetin dhe kur je i vetëm dhe ke një lloj çfarë them, njerëzillëku për ata që të bë kokën, duhet rish. Por kur me 31 mars fitoi prap partia punës, aty u thyve. Dhe ka qenë dhjetor, janar, shkurt, mars, unë nuk e di kur kemi qenë në shtëpi, ky brezi jon që mbështetëm gjithë televizja. Atëherë u bëm 4 kolegë, unë, rektori sotëm profesor Kasa, dekani i Fakultetit Shkencave të Rehabilitimit profesor Robert Qina, edhe një profesor që ka pas dhënë basketbollin, dhe shkuam ke ambasada rumune, ka qenë i famshmi ambasadori që fliste një shqipe ekselente. George Miku. Kam pas fatin të intervistoj. Siç kishte mbi emrin, besoj ishte një mik shumë i mirë i shqiptarëve. Dhe ka ardhur dyre, ka ardhur përsëri në 2004-2005. Kemi kaq shumë gjëra të përbashkëta ne me atë popull sa s'ka. Dhe mos jas na dha një vizë javore, do shkonim dhe do ktheheshim të mërkur. Unë e kisha ndarë menjen që do rri, kisha informacion që ishte një kamp me 350-600 shqiptar në daljet Bukureshtit, dhe thash do stacionohem aty për të shkuar në Gjermani. Ky është Dean, por mbi emrin kam harruar. Rumun? Jo, Amerikan, në një nga këto kishat që vinte ke kampi. Vinte atje. Edhe, do më thënë, ai nuk më ka folë më shumë për religionin, se sa rrita nivelin e anglishtes me ta. Komunikojnë në anglisht. Do më thënë, çdo gjë në anglisht dhe qëllimi i tij ishte, kur unë i thash që unë si nga nëna nga babai, në gjithë fisi im jemi Bektashi, po them se kruja e tillë, edhe bashortja pastaj me rrënjët aty afër malit të Morrit, ke Dodona e famshme. Edhe ata i thash... Se bashortja juaj nga është? Nga Berati. Nga Berati? Po. Edhe i thash... unë nuk kam ardhur të ndryshoj fen këtu, nëse do më ndihmosh që të perfeksionoj anglishten, ato librin që më ke dhënë do ta lexoj më qartë, konceptet e Biblës do t'i shikoj më mirë dhe do jem më reflektues edhe më bindës për atë çfarë do lexoj. Qartë, dhe nga Rumania pastaj ju ikët në Gjermani. Foto tjetër? Shkova në Gjermani. Sa ndete në Rumani? 4 muaj. Këtu je në Gjermani? Jam në Gjermani në kamp, po i kam vendosur flamurin aty se po të shikoje çfarë ka mbrapa. Kanë qenë 40 krevate druri dhe këto karriget dhe po lexoja një sa ndete në Gjermani? Dilte.
po them 1 shtator 91, prill 94. 3 vjet. 3 vjet, diçka e tillë. Dhe me çfarë mori në Gjermani? E para punës kishe shkuar si azilant. Kërkove azilin politik, nuk jepej për momentin, sepse kryeministri apo presidenti, ka qenë kryeministër doktor Berisha në 92-shin, apo president. U bë një marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë gjermane për një kredit but një 40 milion marka, edhe u tha që Shqipëria është vend demokratik, asnjëri nga ata që janë aty nuk persekutohet, nuk do të ndiqet nga qeveria ime demokratike dhe ishte e pamundur. Dhe kur në intervistën e fundit, ajo zonja që më ka bërë intervistën, më ka pyetur do të rish për jetë në Gjermani, kam thënë është një vend i mrekullueshëm, është një vend që na hapi dyert, është një vend që ne kemi pas në momentin e parë, mbas këtij qëndrimi, kemi pas një vil 3 veta, një vil me 2 kate. Pra ishin të pasur gjerman, të cilët ja jepshin zyrës së socialit për të ndihmuar njerëzit me nevojë që në këtë rast Dhe me çfarë punë që morët në Gjermani? Puna e parë, një djalë shumë i mirë nga Kosova më tha, unë kam punuar ke një pizzeri, tha, zotëria është nga Teherani, quhet Hajdin Khatami, është një mbiemër tek këto drejtuesit e foto tjetër që duhet ta kemi edhe një foto besoj është dhe aty punuat atje lokal. Këtu jam në ditë pushimi në një nga parqet e Hanoverit, ka qenë ditëlindja ime, duhet të ketë qenë vitin 93, sepse e kujtoj kur e kam bërë këtë foto, do një ditë pushim kisha, kam bërë pizza për gjithë Hanoverin. Sa pizza ke bërë? 600 në vetëm pas dite. Dhe këta pizzierët kur si 600 vetëm pas dite? Po sepse bënin punë para përgatitore, si më thonë i hapnim, bënim ato tavat gati, linim në një dhomë. Një ditë 600 pizza? Nga ora 2 deri në orën 1 natës. Po sepse punoje sistem të tavolinën, e mbushje me tava ku ishte hap peta, dhe pastaj filloje. I vendosje salcën, pastaj gjithave djathin poshtë, pastaj 10 kanë prosciutto, 10 kanë sallam, pastaj 15 kanë kërpudha, 12 tjera kanë qep, edhe kështu me radhë dhe të 20-a, të 30-a mbaronin në të njëjtin kohë. Ishe i kënaqur me paratë që merre? Jo, nuk isha i kënaq. Ka filluar për ata që e kujtojnë kush ka qenë dhe po më dëgjon nga brezi që ka përjetuar ato vitet e para në Gjermani, kam nis me 1250 marka, pastaj ma bëri 1500, pastaj 1750 deri në 2000. Por kjo 2000 merrej me shumë mund, me shumë lodhje, dhe kur më ofrua nga një mik gjerman një vend pune që kërkonin pra njerëz tek një nga këto kompanitë e postave të shpejta, UPS, është dhe në Shqipëri, United Parcel Service, atëre shkova, ishin më pak orë pune, ishin vetëm 4 orë pune natën, nga ora 11 deri në orën 3 natës, dhe merret një njëjtën rrogë. Por çdo njeri që ka bërë atë punë ka pas transformime fizike në shëndet të latashme. Sepse ti duhet mundje makinën. Ishte sistem konvejer, pra ato paketat vinin, ti duhet kishe një 500-600 kode, kishe një 2 ulluqe këtu, 2 këtu, kishe landin përballë me 4 qytete dhe ti duhet të shikoje kodin Münster, Bremen, Munster. Nëse bëje një gabim, dhe ishte poste shpejt 24 orëshe, nëse e çoje nga Berlini, e çoje edhe një herë në Munich, atëherë kompania paguante gjobë dhe ti merrje penalitetin e parë për përjashtim. Foto tjetër? Por shkatrim fizik. Më kujtohet Charlie Chaplini ke kohët moderne. Po, pra thë. Eksakt. Këtu je me 2 yje të kombëtare shqiptare, aty në Gjermani? Jo. Ku? Ta them emrin e lokalit. Ku? Këtu në Tek Serenata Korçare. Po s'ka qenë Serenata Korçare. I ke takuar në Gjermani, se të dy luani në Gjermani? Jo, nuk i kam takuar, sepse kam përshtypjen që unë kam hik në The4 dhe besoj unë kam takuar yje në Rumani. Është bërë një emision që unë kam fol mbi 10 minuta. E ke ndjekur sulën atje? Po pa diskutim në ndeshje. Demo që e thirrnin dhe oshtinte stadiumi Dinamos Bukureshtit, demollar dhe ishte ambasadori më i madh dhe më i jashtëzakonshëm për ne shqiptarët aty. Tani si sportist dhe si profesor, është ai futbollisti më i talentuar i gjitha kohërave të futbollit shqiptar? Do gaboja, po, sepse çdo gjë ka kontekstin e vet historik. Tifozët Tiranës po ikta. Jo, nuk e kam për atë. Po jo, nuk e kam për atë. Lere tani. Sinqerisht, nuk e kam për atë. Një tifoz i Tiranës mund ta pranoj. Unë fjalët që kam thënë për Sulejman Demollari nuk e kam thënë për askënd, po dimensioni human i tij, çka bër ai për 300 shqiptarët në kampin e Bukureshtit, nuk e ka bërë njëri. Të ndihmoj?
çdo të mërkur vinte një furgon me pampers, me qumësht, sepse hanin pinin, po s'kishim benefite tjera. Kishe një shtëpi dhe ushqim. Ai sula, i vogël. Ai sula talent. Tani më thojti çka për Iglitare dhe Altin Rakun? Atëherë, këtu kemi qenë në ditëlindje në një kolegu tim, ka qenë ditëlindja e profesor Marës, kemi qenë shok klase bashk, dhe kanë qenë të ftuar dhe Igli me Altinin. Me Iglin kam vite po u takuar, sepse rrugtimi i tij vazhdoi në Itali, e ndjek me shumë admirim, jam interist, po nëse më dhem, edhe humbja fundit me Atalantën e Milanit, më dhem sepse është Igli atje. Po si kam çfarë ndodh atje? Nuk e di. Nuk e di. Ndeshjet e fundit atje? Nuk e di. Nuk dua të them që futbolli është biznes, nuk dua të them. Ndërsa me Altinin jemi takuar shpesh, ka ardhur shpesh herë dhe tek universiteti jon, për punë, duke interesuar dhe për futbollistë të tjerë, të cilët ke parasysh kur je në sport, ke probleme me mungesat, me frekuentimin, edhe kur të vinë këto dy yjet ne nuk shkelim ligjin, as rregulloren. Vinë, na kujtojnë, ne nuk shkelim ligjin. Kanë studiuar aty? Rakli po. Rakli po. Igli jo. Do të Altin Rakli ka studiuar aty? Po. Ka mbaruar Institutin e Arteve. Sporteve, më fal. Iglitare tani si e shikon të ardhmën e Iglit te Milani? Unë mendoj që është herët për të vënë në pikpyetje të ardhmën e Iglit aty. Unë mendoj që duhet të ketë minimumin dhe një vit kontratë. Milani do jetë në Champions? Për këtë vit? Po për këtë vit, për vitin tjetër. Me këtë humbje kanë vendosur në pikpyetje gjithë sezonin. Gjithë sezonin, e shkatruan. Por janë edhe 2 ndeshje. Shpresoj që ky djalë. Po s'është faji këtij, ky deri këtu. Djali i profesorit madh, një kampionit edhe diskut. Jashtëzakonisht. Foto tjetër. Ky është Hajdin Katami, zotëria në krahun tuaj. Tani këtë se kuptoj, të tjerë dhe nga Gjermania këtu. Dhe punove lokal, tani. Jo, po këtu jam në Gjermani. A këtu në Gjermani, këtu ti? Këtu jam në Gjermani dhe ky është një ortak. Ky është një ortak i veti. Të mund të them një detaj të vogël se si funksionon një shtet që është shtet. Zotëria kishte një pizzeri vetëm pizza taksi. Bëri para dhe bleu ballë për ballë pizzerisë një restorant që kishte qenë restorant me kuzhinë gjermane. Donte ta bënte tashti kuzhinë indiane. Erdhi përfaqësuesi i zonës dhe i tha: "Zotëri, ke kjo harta që është njësia 9, po them ku jetoj unë, lejohen 3 pizzeri, 2 restorante indiane, 2 meksikane, 3 kështu, ke mundësi vetëm një gjë, të bësh restorant meksikan. Ndryshe, ne nuk garantojmë fitimin, pagesën e taksave, ti falimenton nëse ne e lëm të liberalizuar. Komunizëm, diktatur, sidomos bashkëshortja e zotërisë që kam pas respekt." E kupto. Dhe ishte pra restoranti meksikan që ai u detyrua ta bënte dhe funksionoi perfekt. Po këtu, atje? Atëherë përmenda yllin që sot është ylli gramatikun pronarin e Londonit? Po. Di kush është ky zotëria këtu? Kush është? Frederik Banda, një violinist që binte dhe në Ur. Ky është Berlini këtu. Ky është bar restorant London në London, më fal. Po, dhe ky është pronar ylli që ka qenë. Këtë se kuptoj, ti erdhe nga Gjermania, pyeta sa është rroga? Po. Ku i gjon 60.000 lekë. Po pse s'vajte në te instituti thotë? Po. Dhe prandaj pronove këtu? Po këtu sa kishe? E kam marrë kur kam hik rrogën. Sepse s'kishe nevojë për rrogë. Pse? Sepse 90% ishin ambasadat. Që vinin ishin qeveritarë, por 90% ishin ambasadorët dhe këtu ishin banakierë apo kamarier? Të them kamarier, po bashkë me xhajën e Elsa Lilës, Artur Lilën, që është sot në Amerikë prej shumë vitesh, menaxhonim restorantin. Menaxhonim restorantin, kishim djem të ri, si djali këtu që ka punu ke Sheratoni, pastaj ka qenë një nga drejtuesit e asaj kohe, kur u bë Sheratoni, dhe ky ishte i madhi Frederik Banda, që e bënte tavernën bashkë me të madhin e Enver Gjergji, thonte bashkë. Mjeshtër, të përshëndesim. Dhe unë e përshëndes, dhe i them, thonte, më thuaj qa kam callë. Amerikan, hungarez, qardashin, hungarez. Rumun, një gjë rumune. Grek. Aty ishin kryesisht klientela ishin tuaj. Ishin 90% ambasadat dhe tuaj. Dhe ishte shumë safe, shumë e sigurt, sepse ishte në bulevard, kishim edhe bodyguard në ato vitet e para, bëhet fjalë për vitin 95, 94, 95, dhe mbas Fredit, një moment bëri një pauzë, ka ardhi madhi Ibrahim Madhi,
Por çfarë ndryshonte? Nëse Fredi hypte mbi tavolinë dhe ne merrnim gati në atë kohë, kishte net edhe 100.000 lekë bakshishe. $100.000 lekë. Ambasadori Ryerson gjithmonë për mu kishte $150 për mua dhe 150 për orkestrën, po unë atë 50 se kam majt kur vetëm e kam darë bashkë me çunat që shërbenin. Dhe ai më ka thënë, e kujtoj, që më ka thënë, je bërë doktor shkencash, më thanë, ishte dhjetori në THPS-s, po i thash ambasador. Dhe këtu, i thash më mirë. William Ryerson. Po, ai miku i madh i Berishës. Ishe miku madh i Shqipërisë? I Shqipërisë po dhe i Berishës. Po i Berishës po patjetër më tani. Okay. Çdo ambasador amerikan është miku i madh i kryeministit apo i presidentit. Okej. Edhe më tha, nëse do të vish në Amerikë, derën e ambasadës për ta marrë vizën, sepse kjo natyra jote për të bërë dhe pedagogun, dhe doktor shkencash. Do të ti ishe doktor shkencash dhe punoje kamarier. Po çfarë të keq e ka? Dhe Ryerson e spikati këtë dalë këtu? Po nëse unë nuk do isha aty, ma lë dhe këtë fjali, atëherë unë do bëja ndoshta si diska tjerë, jo kolegët mit, po përgjithsisht si opinion. Çfarë do bëj? Do fusja dorën në xhepin e studentit apo të prindërve të tyre. Bravo. Unë e vlerësoj shumë. Dhe unë kam zgjedhur që më mirë të më gjykojnë edhe disa kolegë që se kishin provuar emigracionin, të gjykojnë. Po ti s'ke vjedhur, më the puneron pra. Jo, puneron, është. Po jo, se diverse kanë bërë vetë ato. Dakor, po pa atë punën e rëndë. Nuk do kisha shansin takoja një ambasador të madh dhe nuk do kisha shansin pres të ma bësh pyetjen që takoja 2 regjisorët për të bërë një hap tjetër. Okej. Ryerson të thaj që hajde me vizë. Ti pse se pranove? Po sepse prap në atë kohë kisha maman, mos bëj si djali i imamit, po ishte smur, dhe motra kishte shkuar në Danimark. Nuk është kështu, qeni të djalë mama, po kishte motra ishte në Danimark, kishte mbaruar PhD-n atje dhe i kishin ofruar vendin e pedagoges në Universitetin e Lyngbyt, kështu që tani Ryerson gjithmonë të jepte $50. Minimumin. Sa të ka dhe më shumë? 100. 95, 100. Po. E sigurisht sot 1000. Landi, ato lekë që kam bërë në atë periudhë me djers, me mund dhe me ndershmëri, ai zotria që sot është një burr slim, elegant dhe quhet dietolog, në atë kohë ka qenë në këtë peshë që duket, ai di shumë mirë çfarë skuadre ishim ne që shpeshherë kur bënim shumë lek, ndershëm, drejt, i thonim o ylli, a do e pranosh këto 100.000 lekëshin? Sepse... Ja e bni dy ati? Sepse, një rrallë, sepse kjo ministria na la 800.000 lekë, o burrit, tha jeni çunat mirë, na keni nderuar. Tashti, këto lekë janë falë biznesit tënë, ke guxuar ti të kesh të. Tashti s'mund marrësh ti më pak fitim se ne që punojmë biznesin tënë. Jo për ditë kjo punë, po dhe ndodhte. Po ylli ishte një gentleman bashkë me kunatin e tij që janë një periudhë e bukur jetës tim. Tani, Robert Qitozi. Këtu je me Pranvera dhe Izin në Telebingo. Tani, gjitha ta që unë thashë në fillim, ku e kanë gjorë këtë zë, ku e kanë parë këtë fytyrë, etj. Ti do t'ja bësh këtu te kjo kamera këtu, atë sloganin e Telebingos që ta kujtojnë që kush je ti. Atëherë, një nga sloganet që ishte krijuar nga skenaristi Gjerasin ta përgëzoj Roland Gjoza, shpreha ka qenë mbylli dyer e dritare, fati hyn pa trokitur fare. Dhe dyta, që po ta rikujtoj, ishte nuk është me inat, është me takat, por është dhe me fat. Dhe në atë kohë, unë po ja lejoj vetes të them diçka, brenda meje lëviste diçka shumë e madhe, jo paraja, por duke qenë që njerëzit të takonin rrugë, dhe nuk po lajthis të them edhe të preknin për shans, dhe t'jepnin biletat për t'ja prekur. Ju betohem, ti duhet të ruaje... Biletet Telebingos? Ju betohem... Të takonin në rrugë? Po, ti duhet, ata njerëz që kjo ka ndodhur, ore ato njerëz që ka ndodhur... Po, unë nuk e di, po di që unë kam qenë prezent kur është fituar 50, 70, 100, 150, ka fituar një nga profesorët që më ka dhënë atë gjimnastik, më falni, fiskulturën në shkollën teknologjike, profesori atletikës Sabri Beleri, kam përshtypjen që ka fituar 150 milion dhe ato para u bën, si me thënë, mundësia parë që ai hapi një lokal diku ke bloku. Mos gaboj. Tani, si të zgjodhen ty nga kamarier, drejtues, moderator i një spektakli i madh. Atëherë ishe ti regjizori Palikuka, po
Po them që Pali të zgjodhi. Pali bashkë me Petrin. Dieta, edhe Petri Bozo. Dy të mëdhenj. Dy miq, unë do them dhe fjalën e fundit kur jam shkëputur, çam ka thënë Pali dhe u vërtetua fjala e të madhit Pali. Ata ishin klient, vinin shpeshherë. Vinin te lokali, po? Dhe i ditë bukur, si duket kishin filluar këto negociatat për Telebingon, edhe më thot, Robert, pse nuk vjen të konkurosh? Janë çuna, goca nga Universiteti i Arteve, nga Dega e Aktrimit. Thash për çfarë kam tash? Po kam përshtypjen tha që ti edhe shkruan. Po shkruaj. Je lektor dhe nëse ti ke 150 student çdo ditë përballë, ato janë 150 kamera. Pra ti nuk i lejon vetes të gabosh para studentëve. Dhe kjo është kamera. Shkoj dhe jepi edhe mësim, ë? Po pa diskutim se jam shkëput kurrë në mësim. Do të jepi edhe mësim? Edhe ishe dhe kamarier. Pa diskutim. Dhe tani thënë, hajde të na moderosh spektaklin. Po. Po dhe konkurova. Po. Sa veta ishin konkurim? Një 15-20 veta. Po kush ishin në një gjë? Por ata kishin, unë kam fituar për 2 arsye. Po. E para ata donin një portret apo një figurë të pakonsumuar në media, pavarësisht sa media kishte në vitin 95. S'kisha si më vetëm RTS ishte. Po ishte edhe apo ka qenë, jo, kam përshtypjen që ishte Telearbëria, sepse fillimisht më vonë në 97 atëherë ka nisë në RTS, pastaj kaloi në Telearbëri. Ti ishe në RTS atëherë? Okej, kam qenë në RTS që du pafundot televizion me gjithë problematikat dhe up and down e të veta, se na ka kriju mundësi promovimi për çdo gjë dhe ti fitova dhe sepse djemt, po flas djemt, sepse Pranvera e kishte betejën me vajzat, po jo, kishte edhe ajo konkurrencë të fortë. Pa diskutim ka garuar. E kishe bërë emrin e sa? Ka garuar. Ajo e bëri, e kishe bërë emrin, pa diskutim, kishte luajtur filma, ishte bashkëngjitur dhe në pjesën e humorit me Cekën e famshëm. Po, kishte bërë. Kështu që Vera ishte Vera, ndërsa unë isha si nxënësi para profesoreshës. Me një të njohur? Jo, nuk i kujtoj me emra. Di që në momentin arma ime e fortë ishte që nëse ju keni skaletën aty përpara dhe ma vendos 1 minutë përpara dhe më thua marri prodho dhe ma interpreto, ata mund ta interpretonin si aktor, por vetëm deri ke rreshti 2 të arrinin, nuk arrinin ta memorizonin tekstin. Po, dhe unë filloja, si duket ndoshta nuk ishte nevojë dhe shumë për aktrim prezentatori, kishte nevojë të ishte serioz, të ishte korrekt në atë që thonte, të kishte një fjalor të pasur, sepse gjithmonë do dilje pak nga skenari dhe i madhi Gjoza ne i ka lejuar, biles kur edhe kur kam improvizuar në momentet caktuara dhe ndoshta kam thënë tash do marr një vrejtje, se merrnim notën ditën e hënë mbas spektaklit të dielës. Po. Ma ka pranuar me shumë dashamirësi dhe më ka thënë ishte okay. Vera si ishte? Vera ishte një shkollë për mua, sepse ishim dhe komshi dhe shpeshherë shkoja, Biles Vali na krijonte në piano në një moment. Bashkë me Valentin Veizi. Okej. I përshëndesim të dy se dy janë të jashtëzakonshëm. Janë Amerikë akoma. Janë Amerikë, mos gaboj në Las Vegas. Tani si kam takuar. Na thyt diçka për Verën se nga ato filma ti shumë i rreth, nga disa filma në fund viteve 80 që ishin shumë të spikatur nxënësit të klasës time, apo edhe 2-3 tjerë, ajo kaloi në këto me Cekën me humorin. Në fshatin tonë. Po mirë, ke mirë, ke një gjigant i artit dhe i humorit të qytetit vetë. Po, dhe moderatore në këtë. Dhe moderatore fitoi dhe humoret me të ishin pambarim, sepse ne kishim... Po, ku të bashkohej Vera me të madhin Koço Devole, me Agron Llakaj, që gonin gjerastin ta përshëndes. Tani na thuj diçka për Koçon një herë. Çfarë kujtime shke? Na thuj diçka. Koço, përveç se unë mendoj që ishte pena që shkruante materialin, pastaj pas Koços Agroni ka vazhduar, domethënë vet, por Koço edhe në tavolin ishte i jashtëzakonshëm dhe unë. Po na thuj një histori me Verën, me Koçon, me Gonllakën, na thuj një detaj në kështu që po çfarë them, kemi bërë një Eva dhe Adami për vitri, edhe duhet dilim si me gjethefiku. Edhe Koço tha, pa problem fare, tha, unë tha i vesh ato streçet e balerinëve në gjyrmishi, që të krijoj ideja që ishe me gjethefiku. Goni tha se kam problem fare, tha, dal dhe unë. Unë hezitoja dhe prisja tashti të flas Vera tha, jo, në mënyrë absolute, më hiqni, tha. Unë tha nuk dal, ashtu, edhe fillon të humorit ashti çaketi më shumë se unë kam një gjë që ti se ke, po në tavolin ishte një mrekulli
e humorit. Përfundimisht kemi dalë me Geta të Bardha, që normalisht në aspektin si ta them filmik apo të xhirimit para kamerës nuk të krijonte idenë e Evës dhe Adamit, pra ne hani mollën, edhe Koço kafshonte dhe bëhej presidenti Mejdani. Goni kafshon, i kam në YouTube, ke kanali im Robert Qitozi, është kjo pjesë video. U veshët apo të zhveshët? Tash i veshëm Geta të Bardha pra për të duk sepse o do ndronin verën si prezentatore, që nuk e bën, dhe pranuan më mirë të bëjnë një që të them korrigjim që nuk i shkonte ati momenti Eva dhe Adami, por nuk di që të Tinka Kurti ishte... Vetë luanit ju Telebingo, e kishit të mundësi? Ne na jepnin, më thënë, një 5 bileta, unë ja jepja mamas dhe gjeja që mamaja kështë ble dhe 20 tjera me lekët që i jepja unë blej një bilet. A fitove në njërë vetë? Mami thonë të gjithmonë vetëm për një, po kanë fitu të tjerë njërës që na kanë falenderuar. Ora fitove ti? Jo, unë s'fitova. Asnjëherë. Po unë fitova një rrogë që ishte gati mos them më e madhe se rroga që kam sot si profesor doktor. Çfarë thua? Ose ishte $1000. Tashti s'po tregoj nuk po tregoj në një sekret, ishte $1000, që do të thotë dollarin atë kohë në 97-ën kapi dhe një 2 orë 2000. 2000? Një 2 orë në mars ka kap dhe 2000, por po themi 1500, që do të thotë ishte 1,5 milion. Por ishim të ri, ishim jo të martuar, ishim jo prindër të përgjegjshëm dhe si çmeri shkonte me shok, me miq, me festa, por nuk jam pishman. Foto tjetër. Jeta duhet shijuar në çdo moment. Këtu jemi në Bukuresht, por si profesor. Do mbas. Këtu jam si profesor me një nga drejtuesit e asaj kohe të Akademisë Sportit të Bukureshtit. Zonjusha ishte pedagoge e re Monika. Sot është zëvendës rektore e Universitetit Kombëtar, një marrëdhënie e shkëlqyer me ta, jo më larg se vjet kam qenë, me Rumaninë kam një dashuri gati si me Gjermaninë. Ecim pak më shpejt, edhe koha është kufizuar, ju lutem regjia pak më shpejt fotot. Po, me Pali Kukën këtu, Pali të zbuloj. Bashkë me Petrin. Bashkë me Petri Boza. Se s'du të them, se vinim bashkë edhe... Qartë, foto tjetër? Po, ajo vajza është soprano e Teatrit Operës dhe Baletit. Me verën prap këto. Kemi qenë duke... Kështu djalë king, si djalë i bukur, kështu që... Po ku ti jo? Kishe kështu probleme, kështu, ngacmonin gocat? Jo, fare, absolutisht. Unë isha nga ata, nga Telebingo në shtëpi, nga shtëpia në Telebingo. Ore, çfarë bënin gocat, jo çfarë bëhet ti? Nuk e di ç'bën. Mos se kështu target ke qenë tani lëri. Atëherë do të dish një gjë. Të ma lejoj Irena Bashortja, që kur jemi lidhur bashk, jemi lidhur. U njohtëm në një tavolinë miq. I kështë thënë nusës shokut tim ngusht që kur prezenton të Telebingon, se përqeja fare. Edhe unë pata një lojë, edhe shkova në Berat, edhe i thash kam promotu turizmin, 2 muaj do rri këtu, deri sa të më thush po. Ue, foto tjetër du tjetë Bashortja jo të kam përshqipir. Inshallah. Jo, këtu jeni, ja, do vim të Bashortja. Këtu është instituti Vojekush. Ky zotëria i gjati, është profesor doktor Fatmir Dibra, gjerasin ta përshëndes dhe ta falenderoj. Në krah ka profesor Kasën me kostumin e zi, rektorin tim të sotëm. Jo më larg se dje kemi qenë për të bërë një marrëveshje me një universitet të huaj. Në krahun tjetër nga ana juaj është profesor Gazmend Goci, babai i Altinit. Atje në cep me atë lulen prap jam unë. Po sepse unë sapo kisha qenë me një delegacion të Bundestagut Gjerman brenda, këta po bënin foton, shoku im i brezit tim, mund si kampion kujtim kapetani, edhe pedagog sot, dhe me radhë, Zenel Kokomiri mbrapa, dentisti i studentëve, një burr me legjenda dhe me histori. Dhe unë kam qenë me letra duke përkthyer Engelbert Nele, kryetari i seksionit të sportit në Bundestagun Gjerman, një burr i rrallë, të them dhe i gjë që kur më ka lind Gerti, djali, aq mike kam pas dhe aq ndikim ka pas mbasardhjes tij, sa që doja t'ja vija Engelbert, se më vinte edhe Robert, edhe Angeli i Bertit, më tha Irena duhet marrë 15 ditë që me i thonë çunit emrin. Sot modi janë emra shkurtër, edhe tha unë e di që ti hecën me emocionet. Gert, ja vuri goca. Tani këtu, tani na thy dhe njerë duhet thënë, kjo nusja jote, si quhet Bashortja? Tashti, profesor, një ish rektori joni, profesor Agron Cuka, thot mos toni kur nuse, sot është nuse,
por se Nusa është vënë ditën e dasmës. Dhe themi ne ja, po pres Nusën, po pret bashortën. Mirë. Okay. Si quhet bashortja? Irena. Mësuese prej mbi 15 vitesh tek Petronini. Kujt i kishte thënë që se pëlqej fare atë? Një nusës, një shoku tim që kishin mbaruar bashkë. Si më tha njëra që kështu. Jo, nuk tha ashtu. Ne ishim takuar në tavolinë. Ai ishte takuar. Po unë me qëllimin për të parë se më kishte vdek mamaja, dhe këto erdhën për ngushëllim, ky shoku im me Nusën, dhe thot ajo, tani shtëpia ka nevojë për një zonjë. I thashun hajt na e gjeti, unë duke bërë shaka. Kur tha, kam qenë në një dhomë, tha mos bë shaka, se është natyrë shumë serioze, shumë korrekte, shumë pedante, dhe është shenja Luanit. Kush e di që është Luani? Dhe ti shkove në Berat? U takuam këtu, Irena nuk më përgjigjej, sepse... Po? Do më thënë... Po mi do lodhë qenë qikti, që do bëtë Irena? Po dhe ti shkove në Berat? Insistimi im bëri që të vinte Irena me një shoqen e vet, pastaj takova babain e Irenës në dies pas me dajën e saj. Po, nga Berati, dhe aty nisi një histori. Në shtator bëjmë 25 vjet, që jashtë çdo lloj fjale të tepërt, them, në 25 vjet ka qenë investimi më i madh që Irena më ka kuptuar me të gjithë plus minuset e mia dhe më ka dhuruar 2 fëmijë që jam i pasur si askush tjetër. Sepse kam kërcyer si askush tjetër. Por Irena ka kërcyer, po s'duket Irena me... Po, sepse Irena nuk është dashi në horoskop. Dashi, lere këto dashi tani. Mos i lërë. Do të tjetë u ndjerës... Unë vija nga sporti. Unë vija nga sporti dhe dasmën do të mbaja unë. Po, dasma kishte në një moment. Tek isha Arbana. Arbana? Po, dhe dasmën do të mbaja unë, por dasma pati dhe i moment të një thyrje të vogël, sepse nëna sa kishte bërë vitin, ne pritëm të bëjë dasëm, dhe një këngë e vendosur me iniciativën time, 2 të mira, etj, për nënën dhe për bashortën. A ishte 2... Okej. Cila shë para? Okej. Edhe ka qenë një moment... Qave? Unë qaj me lajmet. Në i herë qaj kur qofë dhe ty duke bënë një... Filloj intervista qafë. Sepse më vure 2 njerëz që kanë dhënë gjithë shka për ne. Po nga ata do ta nisja unë, se ishin ata që jeti. Kjo është familja. Kur kanë qenë të vegjël, po e nis nga vajza, Robert, Irena, Robena. Jo me V, me B, Robena. Jemi të 2 bashkë, Irena shpesherë më thotë, prapi pari ti. E thëmë, ma leo për mosh. Jo për vlera. Gert është maturant, një djalë i mbar, serios, di çado, besoj fort që do të jetë një nga mjekët e ardhshëm të këtij vendi. Është aktivizuar, nëse mund ta përmend, profesor Bashkim Delin, kolegun tim, ish futbollistin e Dinamos, kemi qenë në një departament, ka bërë futboll, ka bërë ca kohë me një kolegen time basketbol, Ledina Koçit, dje mos gaboj ka marrë gradën doktore shkenca. Edhe Robena ka bërë ca kohë volejboll me trajnerin e kombëtares, kolegun tim Altin Martiri. Sa gjatë është Robena? Robena është më e gjatë se ëma, domethënë mund të jetë 1,70, ndërsa Gerti dhe 2 cm po më kap, po është kështu i brisht, elegant si mamaja. Robena është përgjithsisht në konstrukt më ka ngjarë mu, por babai do punoj me bindjen e saj dhe me vullnetin e saj për të ndryshuar ca gjëra të vogla. Foto tjetër? Kemi qenë në i dasëm aty. Tu je me kampionën e botës në karate? Në judo? Në judo, më falë. Në judo, Malida Kelmendi. Kemi qenë në konferencën e Universitetit Prishtinës. Është e madhe me vërtet? Nuk mund të ketë sporti. Unë mendoj që në Kosovë ke femrat e kësaj gjenerate, po themi. Ajo është? Është ajo, po vinë të tjera. Ka të tjera. Po ajo është e jashtëzakonshme. Dhe nëse marrin, po themi, kemi shumë emra të mëdhenj, se nuk po dal në kohën e Latasës e tjerë, po them në këto 10 vite, 15 vite, në Kosovë besoj është ajo, po në Shqipëri ne kemi Luiza Gegën, ka qenë studentja ime. Po pra, Luiza ka qenë studente. Ka qenë studentja ime. Si ishte si studente? Jashtëzakonisht e mirë, kërkuese, që për aq pak kohë sa kishte, unë surprizohesha me nivelin e saj të përgatitjes, sepse një kampione do të jetë kampione kudo. Nuk mund t'ja lejoj vetes që unë jam kampione në sport, pa aty do më toleroj. Ndryshe imazhi i saj do ishte i cunguar. Kështu që unë gjej rastin që të them, një Luizë e madhe, jo vetëm sport, po edhe në
në ditë. Foto tjetër, duhet kemi dhe 2 apo 3, se Ju e dini. jemi në fund. Tu tani më thuj disa emra sportistësh që ju i keni dhënë mësim ose janë arsimuar në institutin Vojkushi ose Universiteti i Sporteve tani. Tu nuk jam me studentët e mi, jam në Rumani, duke dhënë një leksion. A këtu jeni në Rumani? Është gati si ajo salla juaj atje. Po ashtu duket, po jam në Rumani, jam duke dhënë një leksion për aging apo për plakjen edhe për ndikimin e aktivitetit fizik në parandalimin e plakjes, por e marrim sikur janë student, kudo student janë forca që lëviz botën, që ndryshon sistemet. Ja, duhet jetë foto tjetër. Foto tjetër? Duhet të kem foto tjetër. Atëherë, në brezin tim, atëherë do ta stop. S'ka gjë. Ky është ekipi kombëtar i bejsbollit shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një foto e vitit 1917. Hera parë që e shikoj. Po, prandaj kanë një mrekulli. Atëherë më pyete për emra. Tani do t'i kthemi pasaj. Do si ka mundësi këtë se kam kuptuar. Këta ishin emigrantë e parë. Tani lan krabën atje në fshat, se këta nuk ishte, që ishte Shqipëria 1917 dhe kombëtare bejsbollit, ne s'kemi sot bejsboll. Ma shpjego ti çik mua këtë. Kam përshtypjen që kemi. Bejsboll? Ka filluar. Ku? Jo bejsboll, po një gjë e re për Shqipërinë, rugbia. Nuk e di bejsbolli është apo jo, po tentohet edhe me gjëra tjera. Mirë, okay. Po, është bejsboll, se shikohet edhe. Gjithë veshja. Por kanë shkuar në një vend me tjetër dimension. Si lan krabën atje dhe morën shkopin. Po. Sepse ti ofron sisteme. Berti, ti duhet bësh një ekip bejsbolli në nder të këtyre djeve nga fshati, kam kohë. Pa ja, ti ke ko. Ti krish pse je shumë i zën ke ko. Në këtë moshë që unë nuk bëj hapa pas, po në këtë moshë unë duhet udhëheq brezat e rit pedagogëve. Kam do marr dhe një së shpejti, por nuk po e dekonspiroj emrin, në udhëheqje doktorature, kam artikuj për të bërë dhe kam dhe 2 objektiva për të realizuar. Nga full profesor. E kuptova. Për të shkuar drejt akademikut, ndoshta si i pari nga sportet. Se sa do e arri nuk e di, por unë në momentin që kam marrë në datën 8 dhjetor titullin full profesor, unë nuk do bëj atë që bëjnë shumë njerëz të tjerë në Shqipëri rëndom, që mbarova, këtu e mbylla dhe tash i gjumë. Ky është momenti që dimensioni jot i profesorit thot profesor Kasa, profesori nuk është një profesion, është një dimension. Dhe këtë dimension o e ke ose ke. Foto tjetër që të vinte pyetja, ti kthehemi pyetjes. Jo, s'ka problem. Kjo është e kryeministra, unë kam përgatitur të pyetje Berti. Okej, sepse ndoshta kryeministra 33, sportist që është marrë me sport është Edi Rama. Po. Dhe shumë pak të tjerë. Të thotë gjë ty ky? E ke njohur Edi Ramën sportist? Unë e kam takuar, mos gaboj, 2 herë në jetën time. Po? Një herë në ato refleksionet e famshme. Në Institutin e Arteve? Në Institutin e Arteve. Po? Sigurisht që kryeministri ndoshta s'më mban mend. Jo, dhe Ilir Meta me peshngritjen. Po, dhe Ilir Meta, po jo në nivele të larta. Po Edi Rama ka qenë edhe në kombëtar. Tashti rrish trembur dhe foli hakun. Pavarësisht se çfarë niveli ka qenë basketbolli ynë, ai ka qenë në nivelin e kombëtarës. Dhe kryeministrat e tjerë asnjë. Dhe një sportist edhe artist kur bashkohen të dyja bashkë. Që ke bërë dramist. E para punës, për të thënë të drejtën, ai është kryeministri im si çdo shqiptari. Po mirë. E dyta, unë jam në një universitet publik i cili financohet nga shteti. Dhe nga pozicioni i pedagogut, besoj që detyrimisht i jemi, duke qenë që financohemi nga politikat sociale dhe nga shteti, jo i detyruar, por je pak në të majtë ose në qendrën e majtë. Ti duke besuar në politikat sociale. Je bërë dhe pjesë e politikës. Foto tjetër duhet të jetë. Po e përmenda pak profesor Gjenushin në vitin 95-96. Ke kapërcyer Partinë Socialdemokrate, kandidati i Partisë Socialdemokrate dhe pastaj në vitin 2021 ke qenë kandidati i partisë krijuar nga zonja Topal. Lëvizja për ndryshim. Shkurtimisht se jemi në fund të pa diskutim. Çe ishte kjo dhe e quan dështim? Jo, asnjë hap të jetës time, kur unë jam bindur për ta bërë, e kam menduar për ta bërë, nuk kam qenë i sforcuar për një arsye të fortë
për ta bërë, po e kam bërë me bindjen time, e mirë, e drejt apo e gabuar, atë e gjykojnë ata që do më votonin apo jo, por unë kam shkuar me bindje. Një mik ose dy miq të mit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më dhanë një indicje që zonja Topalli, një rast i rrallë në politikën shqiptare që ka treguar që një politik maskiliste, shpeshherë konfliktuale dhe shumë të ashpër, ajo arriti të bëj karrierën e vet deri në kryetaret të kuvendit. Ndoshta Kryetarja e parë zonjë në dhe unë nuk e kisha takuar asnjëherë. S'kishe Vendosa të takohem, jemi takuar në një nga lokalet e famshme të kryeqytetit. Kemi bërë një bisedë të gjatë, mbi një orë. Unë kam dash garancitë e mia, domethënë kush është qëndrimi, ku është pozicioni i kësaj partie të re, si do të jetë lëvizja për ndryshim përballë Berishës, përballë Metës, përballë Ramës, përballë Bashës, po them, sepse ishte ishte një konflikt jo i vogël midis zonjës Topalli. Zonja Topalli kishte shumë të drejtë. Dhe besoj që koha i dha të drejtë. Atëherë unë i kam thënë, kush është pozicioni juaj në raport me Berishën? Tha, Berisha është, si më thënë, është larguar. I thash jo. Në bindjen time, Berisha nuk largohet. Atëherë aty kam kuptuar që ajo është një femër sa e fortë, aq edhe mirënjohëse për ata njerëz që kanë kuruar karrierën e saj politike, dhe tha, ai zotëri tha ka kuruar karrierën time, pavarësisht çfarë aftësish mund të kem pasun apo kontributesh, dhe unë nuk mund t'i dal ndesh, por mendoj që sot PD-ja ka një lider tjetër dhe unë jam përballë atij. Hym, nuk do hiqja asnjë emër nga lista, unë drejtoja listën e Tiranës, pavarësisht se kishte emra të jashtëzakonshëm edhe ke lista e Tiranës. Sa vota mor? Nuk di ta them përqindjen, po populli nuk e besoi masivisht këtë projekt. Dhe zonja Topalli na mblodhi, tha nëse doni të vazhdoni, mund ta mbani vulën e partisë, pa asnjë problem, por duke pas të rezultat, unë shikoj që do të jetë një ndërmarrje shumë e vështirë dhe pa zonjën Topalli në krye, pavarësisht se ishim personalitete nga arti. Sot si e shikon zonjën Topalli aty në Partinë Demokratike? E shikojnë habitatin e vet. Ajo aty ka qenë. Ndoshta Basha e detyroi për të shpërthyer në këtë formë, siç PD-ja ka krijuar shumë parti. Si ngushtë po i rri kjo lloj Partie Demokratike zonjës Topalli. Tashti ata janë kam përshtypjen që karakteri i saj kurrë nuk është që të rri urt apo të jetë në cepin e historisë. Do të thotë pse zonja Topalli po rri urt? Nuk besoj se po rri urt. Jo, mos diet fare. Unë e kam ndjekur edhe në parlament, e kam parë, ka bërë shumë rrallë. Po shumë rrallë, po shpeshherë, po ai zjarr. Po shpeshherë ajo zgjedh hesht me ca emra që janë në parlament sot që së shfai zonjës Topalli që në krah ka ca emra që po fisja në krah tjetër. Ore po themi te krau PD-s, pa krau tjetër është pushtet. Atëherë. Ata janë pushtetë të shpërgjigjen. Ajo parti është një investim, dhe nuk mund ta mohojmë që është investim në gjithë të 35 vite të tranzicionit shqiptar, por që ka nevojë për një shkundje të fortë, për një leadership të ri, dhe besoj është rast unikal, rasti i zotit Berisha mbi 35 vjet në krye të partisë, i vetmi besoj në ish Europën lindore, që mban drejtimin absolutisht. Unë jam shumë i vogël për të diskutuar votën e mbështetësve, por unë mendoj që nëse duan të bëjnë një përballje për marrje pushteti, ka nevojë për një vizion të ri, për njerëz të ri, për t'i dhënë një impuls edhe më të madh. Ai gjeneron, ai është karizmatik, ai është shpeshherë shumë konfliktual, se në 97-a do donte një diskutim shumë gjatë për të bërë, por shpresoj që zonja Topalli të jetë në mbështetje të rive. Ambasadori Paqes, ju falenderoj, e kam marrë në Universitetin AB të Prishtinës nga Federata e Paqes Universale. Është edhe aty një drejtues i saj, një nga miqt nga tanë të sportit Defrimet Hasani. Gjej rastin ta përshëndes, ta falenderoj që besuan, por propozimi për këtë, ta quaj titull, çfarë emri ti vë, për këtë vlerësim, ka qenë nga profesor Lek Sokoli. Lek Sokoli. Pra, konferenca organizohej, kam ndjekur emisionin tuaj me profesor Lekën, një person i jashtëzakonshëm me energji të pashtershme që ka qenë mbështetje jo vetëm për mua, për shumë
pedagog të rinj dhe të moshës time, i ka krijuar mundësi, ka krijuar hapësirë në këtë konferencë që organizonte Instituti i Sociologjisë Shqiptare. Unë isha i surprizuar kur vetë sekretari i përgjithshëm për Europën, një francez, më thirrri emrin, sinqerisht ishin surprizat që din t'i bëjnë. Profesor Leka, po dhe ju. E vlerësoj. Edhe ju. Foto tjetër mos gaboj është edhe një foto ose ky është libri juaj, koncepti bashkëore mbi të ushqyerit në sport. Libri im i fundit i vitit 2020. Okej, me që ke konceptet bashkëore mbi të ushqyerit në sport dhe për ta mbyllur nuk ka më mirë që të japësh disa këshilla për të rinj se çfarë duhet bëjnë sot që të kryqëzojnë edhe sportin edhe të ushqyerin. Për ta mbyllur më mirë se me këtë nuk mbyllim. Ne nisëm kështu. Ne nisëm dhe po e mbyllim kështu. Atëherë, duhet të them vetëm një fjalë që ky libër më ka marrë 5 vite dhe do merrte edhe 3 vite për dalë nëse nuk do ishte pandemia. Pra nga herë populli thotë jo çdo e keq e vjen për keq, duke qenë online dhe duke qenë në shtëpi dhe duke mos dalë, arrita i dhash dorën e fundit dhe e nxorra bashkë me sot është profesore asociuar mjeku Qamil Dika, pedagog e nen atë kohë në vitin 2020, por sot në Universitetin e Meksikës. Çfarë këshilla do të hyrë? Të merresh vetëm me sport dhe të lësh ushqimin, nuk është zgjedhja më e mirë? Të merresh vetëm me dieta dhe të lësh sportin, aktivitetin fizik, nuk është zgjedhja më e mirë? Çelësi i artë, siç e thash dhe në fillim, është kombinimi i aktivitetit fizik me një ushqim të shëndetshëm dhe me një kalorazh të kontrolluar. Çfarë duhet bëjmë dhe çfarë nuk duhet bëjmë? Atëherë, duhet e para punës të ndjekim ato rekomandime që jepen nga njerëz që kanë provuar në numra të mëdhej subjektesh, në popullata me qindra mijëra njerëz, kur kanë dalë në konkluzione. E para punës thash minimumi 30 minuta aktivitet fizik në ditë, 150 minuta minimumi në javë, kur them aktivitet fizik, ecje shpejt, vrapim, ushtrime. Nuk po flas për ata që kanë një xhep për të shkuar në palestër. Pra, unë po e jap për të gjithë ata njerëz. Më mirë në natyrë, në liçeni apo në palestër? Shiko, palestrat nëse janë, si më thënë, të kuruara mirë, të pastra, të ajrosura dhe janë në një dorë profesionisti, palestra nuk ka asnjë problem. Por nëse nga njëherë fitimi ulet, ngrihet e tjerë dhe të nxjerr nga fokusi, qoftë atë detergjentin për mos ta blerë më të mirin, po më të lirin, nga njëherë palestrat kemi dëgjuar myk i krijuar nga palestra, problematike krijuar nga palestra. Un kam një palestër shumë të mirë, nuk po e them aty në lagjen time, një model drejtuesi që nuk ka lidhje me sportin, po një model se si një palestër. Po vetëm ajri, ndërsa ajo që unë kam bërë në projektin me të moshuarit, që ka qenë vetëm në natyrë, kushdo që thotë s'kam para, jam në kushtet e ekzistencës, ja ku është dajti, nëse jetoj në zonën e Linzës apo Freskut, ja ku është parku i liçenit, dhe unë thash 5.000 hapa vrapim i bëjnë në shtëpi pa pas pizë vrapimi, jo se ka mundësinë për të blerë një pizë vrapimi, por e gjej më të arsyeshme. Sa do të bërë në 24 orë? Unë mendoj që minimumi janë 6.000 hapa. 6.000 hapa. Por për të gjithë ato nëna, baballar dhe sidomos gjyshe dhe gjyshe, që i shoh për krahu me njëri tjetrin dhe dalin dhe ecin, po ecin, si më thënë, nëse do e krahasoj me makinën, ecin me çerek marshi. Ajo nuk i jep është më mirë se të rish në shtrat, por që mos të arrish të shtosh pak rajet e zemrës. Pra, ato duhet hecin, nëse dikush do t'ja rekomandonte shpejtësinë, ato duhet hecin minimumin me 60 hapa në minutë. Ne në projektin ton shkuam me mosh nga 65 deri në 92 ishte më i madhi në mosh, ne kemi shkuar deri në 90 hapa në minutë. Unë vetë që jam 60 për 61, unë të gjithë ecjen time e kam me 120-125 hapa në minutë, që është gati ndan ecjen me një ecje sportive, po ta quajmë. Okej. Kështu që ata mund të luftojnë që thonë unë dal eci, është shumë e rëndësishme me çfarë intensiteti. Ushqimi është pra një ndërthurje midis. Ti fut vrapin dhe ha një gic aty pastaj. Tashti, nëse ti atë vrapimin e bën çdo ditë dhe ke stil jetese, ti han normalisht. Atëherë, nëse do të ishte baza, frutat dhe perimet, nuk dua t'i jap recetën time, por nëse ata do arrinin dhe me mekanizma shumë thjesht që s'është ky momenti, kalkulohet sa kalori ti merr me ushqimin, si janë tabela, një kokërves t'jep kaq, një domate t'jep aq, pra krijon një ide të përgjithshme se sa kalori duhet marrësh dhe ti po vure në ekuilibër kaloritë që merr me ato që djeg dhe duke e shoqëruar me aktivitet fizik, ti do kesh një jetë shëndetshme,
ti do kesh një jetë cilësore, unë sot, mbas problemeve që kam pas me shëndetin, nga mbi pesha, jam më mirë se kurrë. Ha dark? Jo, nuk haj vetëm një ose dy, o një moll dhe një banane, po. Dhe mbas cilës sorti nuk kam më. Rushi është një bistak rushi zi, jo i bardh, është mëngjesi im sot. Edhe tashti që s'është në sezon. Jo, mbas cilës sorti nuk kam më gjë. Mbas orës 7:30. Nuk kam më. Jo, si danezët po thonë, po të ftuan për darkë. Po sa herë shkoj ke i me motor në Danimark? Ai është dreka dhe darka, është në orën 6:30. Po, s'kam më pas. Dhe prandaj janë elegant, slim dhe janë qyteti, gjithë shteti. Po Danimarka që nëse ka 1 milion banor, janë 2 milion bicikleta. Ndoshta 2 bicikleta për banor. I kam para ti atë korsinë e Kopenhagen, po jo se mërshme. I dashur Landi. Ishte më e madhe korsia e bicikletave se sa korsia. Jo se s'kan para për makinë, pa ata ruajnë mjedisin. Dhe bicikletën e merre ku dohet, ishe falas, ishe lirë. Sepse ata ruajnë mjedisin. Ata e kanë paran për të bërë një jetë me makinë. Robert Qitozi, të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë utilitare a kjo Universiteti i Sporteve. Këtu kam shkuar 20 vjeç, kam kaluar 60-ën. Është një institucion që është transformuar jashtëzakonisht shumë. Dje kishim një delegacion nga Shkupi, që ku kanë parë laboratoret tona, kanë ngel të mrekulluar, janë mbi 1 milion euro të fituara nga projektet se duhet kesh dhe njerëz që din të shkruajnë projektet, dhe është nga institucionet më moderne, ne jemi në fakt i vetmi universitet i sporteve, por gjej rastin të bëj një thirrje maturantëve? Mund ta bëj? Po patjetër që të vinë atje. Atëherë, pse duhet vinë në Universitetin e Sporteve? Sepse aty nuk dalin vetëm mësues të edukimit fizik dhe edukimit shëndetësor, pa aty dalin dhe menaxher të sportit dhe turizmit që kemi programe master, aty dalin dhe guida turistike, aty dalin dhe animator turistik, aty dalin dhe rehabilitues ose fizioterapist të dedikuar për traumat në sport. Pra është një shkollë e cila dhe trajner fitnessi, kryesorja në fakultetin tim, që do thotë në këtë botë që smundjen e shekullit ka problemet e peshës dhe të palëvizshmërisë, një specialist i mirë që mbaron Universitetin e Sporteve, tregun e punës e ka të hapur. Okej, të falenderoj shumë. Të falenderoj edhe unë shumë, Landi, dhe në emër edhe timin, dhe të familjes time, po dhe të gjithë komunitetit të sportit, këtu po ndaloj, jo të gjë tjetër, të falenderoj që më dhe mundësin të jap dhe disa mesazhe edhe për shëndetin, edhe për sportin, dhe për një politikë më të mirë dhe për një paqe që e presim në këtë vend. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, publicitet, dhe nga unë Orlan Qafoku, mirupafsh. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.